Ja te kemi në pjesën e dytë të gatimit për të sjell një tjetër recet. Edhe kjo duket që ka pak përbërës, një recet që gatuhet shpejt dhe që besoj do ta pëlqeni dhe ju. Ka patlıcan, ka fara susami, pa ashtu një miks erzash, plot ngjyra, pak piper të kuq, piper të zi, hudhur pluhur, edhe keri që brenda ka përsëri erza të tjera, patlıcan të pjekur me një seshte, erza dhe fara susami. 2 patlıcan mesatar, 2-3 lug një seshte, 2 lug vaj ulliri, 1 lug gjelle fara susami, gjysmë luge çaj krip, gjysmë luge çaj piper të zi, gjysmë luge çaj speci kuqe ëmbël, gjysmë luge çaj hudhër pluhur, pak rigon ose trumzë të thatë, që kjo është në varësi të sasisë që ju doni ta rëndoni aromën edhe shijen e trumzës apo të rigonit, që janë në një familje, por trumza ka një aromë më karakteristike, më të fortë. Shohim tani se si do ta përgatisim. Atëherë marrim një letër pjekjeje. E bëjmë të tillë sikur dikur bënim aeroplanët. Presim. Për ta vendosur sipas madhësisë dhe formës së tavës, ja, vendosur këtu. E lëm të tillë. Kaq. Kam patlıcanët. Dhe do t'i pres në shirita. Niki, aty ke një qese. Do t'i pres në shkopinj. Një qese më duhet për të... Normalisht, nëse ne do t'u shtrojmë forcë këtu, thika nuk do t'shkojmë më tutje. Pra, lehtë. Do bëjmë disa shkopinj. Pra mjafton që t'i kemi prerë në të njëjtën trashësi, që të piqen njësoj. Dhe nuk kemi pse t'i lyejmë edhe t'i ngjyejmë pra në një enë jashtë. Ku na marrin dhe më tepër se ç'duhet, një seshte miell apo erza, por veprojmë me një truk të thjeshtë fare. Vendosim patlıcanët në një qese të zakonshme. E mira është që fundoret t'i lëm në gatim tjetër, por nëse s'kemi plan për gatim tjetër, përse jo, i vendosim këtu. Bëjmë një mas një që të shofim. Erzat që kemi vendosur, këtu janë ndryshme. Kam kripën. Dhe 4-5 lloj erzash. Dhe llojet e tjera. Çfarë lloj shije që doni ju? Këtu kam një seshte. Sikurse kam dhe farat e susamit. Në mënyrë shumë praktike dhe shumë e shpejtë, si t'i marinojmë perimet sa më shpejt. Tjetë e mundur, mund të bëjmë në të formë kungulleshkat, specat, zakonisht perimet të cilat janë ujore dhe kanë në trupin e tyre 1% të saktuar ujë, bëhen më kollaj. Mund t'i bëjmë kështu, kanë tepër shije. Dhe patatet, qofse ne i presim në feza shumë të holla me atë qërusën e patateve. Ti kaloj këto se i kam në një gatim. Shifeni tani se si tjetër. Janë marinuar. Me 2-3 lugë janë të nqitura farat e susamit, pas patlıcanëve ka
pak niseshte dhe erza, kaq. Të gjitha këto tani do vendosen në tavë, apo jo? Po. Do t'i vendosim në tavë. Shifeni? Kjo është mënyra se si lyhen të gjitha perimet që do t'i marinoni në këtë mënyrë. Dhe do t'i vendosim një nga një në një tavë me një letër pjekje. Ja edhe patlıgjanët e tjerë. Shtoj. Dhe një tjetër lyerje. Ndjen fuqishëm aromat që kanë. Imagjino pa u pjekur. Kur të piqen, do të ketë akoma më shpërthim aromash. Tani vetëm vaj besoj do t'i shtojmë. Pra, këtu unë kam vajnë, majdanozin dhe bimët aromatike. Një përzierje, pra 2 marinadash. Një këtu tek patlıcan. Do t'a lë pas pjekjes. Pas pjekjes që të marri aromë. Thjesht i spërkasim, sepse vaj nuk mund t'a shtonim, nuk do të bëhesh e mundur nga niseshtja, do ngjiteshin më keq dhe do të merrte vetëm një pjesë e patlıxhanëve sasinë e erëzave, kështu që këtu kam tepër frymarrje në qesen që vendosëm. Ti marinojmë në këtë formë. I vendosim në furrë që të piqen, të marrin një ngjyrë të artë dhe më pas do t'i vendosim brenda majdanozit në vaj. Në pas me një furçë, i lyem. Me një furçë i lyem me një furçë, po, sepse janë të holla, përja atyre është e tillë. Këto nuk na duhan. Atëherë të lutem Niki. Atëherë një përmbledhje, po, do ta servirim një recetë. Po. Ta servirim recetën e bujurdis, sa bëhemi gati që ta shikojmë së bashku të përfunduar, le të përmbledhim recetën që sapo e vendosëm në furrë për të pjekur të patlıxhanëve në mënyrë ndryshe marinimi të tyre, të pjekura me niseshte, me erza dhe me para susami. Patlıxhanët i prem në zhuljen apo në shkopinj ose në gishtrinj, 2-3 lugë niseshte, 2 lugë vaj ulliri, kemi 1 lugë gjelle fara susami, krip, piper, speci kuqe ëmbël, plur hudhrash dhe rigon ose trumc të thatë. Dhe shohim Tani servirim edhe çfarë kemi përgatitur. Do me hiqësh të lutem patlıxhanët edhe unë të shtoj varianti 2 i bujurdis, do ta sjell këtu në tryez. Të largoj pak edhe unë të shtoj një skaletën time. Dhe patlıxhanët, do t'i vendosim këtu patlıxhanët? Po, së t'i rregulloj më pasun. Ja, janë pjekur, i kemi marinuar. Janë sekruar këto. Niki, a vjen këtu?